Në Maltëzi, gati në të gjitha rajonet ku jetojnë shqiptarët, emigrimi ka sjellë një rënje të numrit të tyre. Kjo dukuri është më e ndjeshme në zonën e Krajës, në komunën e Tivarit. Disa prej vendbanimeve janë zbrazur tërësisht. Në Krajë ishte korrespondenti Zërit Amerikës Ali Salaj. Zona e Krajës, e cila shtrihet përgjatë liçenit të Shkodrës, është ndër rajonet më të bukura ku jetojnë shqiptarët autokton në Maltëzi. Mirë po kjo zonë sot ballafaqohet me emigrimin e popullsisë si pasojë e situatës së rëndë ekonomike, kurse disa vite më parë emigrimi u bë edhe për shkaqe politike. E gjendur në administrimin e komunës së Tivarit, zona e Krajës nuk shënoi ndonjë investim dhe zhvillim të kënaqshëm që do ta frenonte dukurinë e emigrimit. Këshilltari në Kuvendin Komunal të Tivarit nga radhat e partive politike shqiptare, zoti Ismail Doda, thekson se në Kraj nuk ka ndonjë ekonomi të zhvilluar. I ka pasojë sepse është një vend i lanën pas shpine dhe ndodhet në mes qyteteve, Shkodër, Ulqin, Tivar, Virpazar, po këtu nuk ka pas infrastrukturë, rrugë edhe shumë çështje tjera dhe kjo e ka që nga fillimi. Po ashtu edhe kohëve të fundit kanë ndikuar pasojët e luftrave që u zhvillon në këtë anë dhe mos përkrahja nga ana e pushtetit lokal për zhvillimin e kësaj zone edhe më tepër. Dhe unë kam shtruar vazhdimisht që infrastruktura të zhvillon kushtet për të mbajtur popullatën këtu për ta mundsuar. Edhe kryetari i degës së Partisë së Re Demokratike Forca për zonën e Krajës, zoti Ilirian Koliçi, vë në duke emigrimin e vazhdueshëm të popullatës që sipas tij po shkakton rënjen e numrit të popullsisë së kësaj treve. Mungesa e disa investimeve konkrete në infrastruktura, po në disa projekte zhvillimore të cilët kanë dekadet e tëra që presin kanë ndikuar në atë që mundësia e hapjeve apo iniciativave afariste të bizneseve apo hapja vendeve të punës të ullet i dita ditës dhe kështu që kryesisht me një të rite e shohin të ardhmen e tyre jashtë këtij vendi. Kraja sigurisht ka një potencial i cili fatkeqësisht deri në ditët e sotme nuk është i valorizuar. Kemi parasysh këto potencialin e saj turistik dhe gjithë bregliqeni Shkodrës i cili po nuk është fare i valorizuar dhe i shfrytzuar. Rënja e numrit të rinjve vrehet më së miri në shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ku sipas drejtorit Beqir Berjashi, disa paralele të shkollës po mbyllen. Kjo dukuri shihet në aspekt madhe të numri i nxënësave në paralele të ndara, ku disa paralele kemi nga një nxënës, a këtë vit ndodhi edhe mbyllja një paralele të ndarë në Kështenj. Kështu që faktikisht në asnjë nxënës nuk kemi. Në përndryshe në Ftjan kemi me një nxënës, në paralelen e Boboshtit kemi diku rreth 13 nxënësa, ndërsa në Armnesh kemi 10 nxënësa dhe në Sket 3 nxënësa. Diçka dukshëm ky emigrimi ka ndikuar në shkollën qendrore, ku paralelet poshtu kemi me 10, 13, 14 nxënësa. Kjo gjë shihet për çdo vit e më shumë, sepse për çdo vit kemi nga 10 nxënësa më së pakut. Zona e Krajës përbën nga 8 fshatra me një popullsi prej afro 3.000 banorësh. Nga pasojat e emigrimit të popullsisë, një numër i konsideruar i vendbanimeve janë zbrazur tërësisht. Dukuria e tillë është shumë shqetësuese edhe në rajonet tjera ku shqiptarët jetojnë në Maltëzi. Për Zërin e Amerikës nga Kraja, Ali Salaj.